Ju keni njëshur përsëri protesta. Në këtë që jemi në qendër, ha? Po, jemi disa banor të fshatit Kjazimpali Borsh. Kemi ardhur përsëri përpara zyrave të hipotekës Sarand për të protestuar për çështjen e madhe të pronave. Ne jemi në vazhdim të këtyre protestave. Kemi bllokuar rrugët. Kemi ardhur prapë në hipotekën e Sarandës, vajtëm dhe protestuam para hipotekës qendrore në Tiranë dhe nuk i ndalojmë. Kërkojmë me forcë të madhe zgjidhjen e çështjes së pronës në fshatin Kjazimpali Borsh. Fshati Kjazimpali në Borsh është rreth 100 vjeçar me histori. Si pjesë e fermës të Në Lukovës dhe toka është ndarë sipas ligjit 7501. Kemi mbi 30 vjet që kemi marrë formularin 6, kemi marrë kartrat në përdorim dhe karton të jeshil dhe nuk jemi pajisur akoma dhe sot dhe kësaj dite me certifikatat e pronësisë. Kemi aplikuar që në vitin 2013-14-15. Kemi aplikuar këtë gjithë për këto prona, kemi paguar të gjitha detyrimet dhe akoma presim pambarim. Një pjesë e vogël e banorëve të fshatit i kanë marrë certifikatat e pronësisë. Bile një pjesë i morën edhe me zhurmë të madhe në media, që u bë në anën e detit në vendin e quajtur Vil, ku u shpërndan 10-15 certifikata. Dhe ato më mbrapa, këto i shpërndau kryetari, vetë drejtori i përgjithshëm i ASHK-s, Artan Lami, i shpërndau ish kryetari i bashkisë Jorgo Gorua dhe ish deputeti i zonës që përsëri më duket se u zgjodh, Damian Gjiknuri. Edhe kush ke drejtoresha e hipotekës Sarand, kush ka qenë atë kohë. Dhe këto keni kontaktuar me Damian në fshat jo, nuk kemi komunikuar në fshat, se nuk u parakit për të bërë fushat në fshat. Në fshatin Kjazimpali ka bërë një takim, më thanë Shehu Razi, diku aty afër. Tani këto certifikata që shpërndau Damiani 10-15 ishin me një hile të madhe, sepse më mbrapa ato u bllokuan nga vendimi qendror ASHK-ja Sarand dhe bllokoi 50 prona. Bashkë me 15 timorën bllokoi edhe të tjera dhe 50 prona gjithsej të 31 familjeve të fshatit, të cilat kanë 2 vjet e pak që renden në për gjykatat shqiptare. Gjatë fushatës elektorale, morën ndonjë premtim për Kanë marrë banorët, disa banorë kanë marrë premtim, sidomos dhe kryeplaku i fshatit, që do ta vëmë në rrugën e zgjidhjes. Do ta shikojmë këtë problem. Si gjithmonë premtime ndaj thon premtime. Ne nuk besojmë tek këto premtime. Ne besojmë vetëm atëherë kur të marrëm certifikatën e sigurt në duart tona, jo si ato që u dhanë. Është pjesa tjetër e fshatit që s'ka konflikt. Është një pjesë e mirë e fshatit që kanë kartonët të jeshil, kanë kartat në përdorim dhe nuk kanë as edhe një konflikt. S'kan as edhe një konflikt dhe nuk e dim arsyen përse nuk pajisen me certifikatat e pronësisë. Prandaj ne si fshat kërkojmë, ne si fshat të pajisemi me njëherë me certifikatat e pronësisë, të zhbllokohet puna e ASHK Sarand, sepse me urdhra politik, me urdhra juridik, me urdhra administrativ është e bllokuar pothuajse tërkohën dhe nuk funksionon për pajisjen e banorëve me certifikata pronësie. Ja të marrim një banor tjetër. Si malosia të rruga juaj? Për mua është ajo për shumë që tha dhe zotria më përpara që nuk kemi bes më tek këto. Pse? Sepse për mendimin tim këtu është vetëm shteti që na bllokon neve. Nuk ka për shumë Komitet musliman të thot ai për shembull del pas vitimi. Ne jemi pajisur me toka që 93-shin. 1993-shin. Ku e gjeti atë dokument Komiteti Musliman kur është zbatuar ligji 7501, që është në fuqi akoma, por
në shpërndarjen e tokave, dhe pse nuk veprohet akoma nga shteti që të jap dokumenti, të veproj edhe unë. Jo se do bëhemi të pasur ne. Për shumë që po shita një cop tokë e do bëhemi pasur dhe shu. Po do mbijetojmë me familjen, sepse dhe shteti, me pensionet që marrëm, jemi të mbarua. Për mendimin tim, ASHK-ja këtu në Sarand ka bërë gabimin që ne na ka blokuar tokat. Na blokoj pasurit. Një banor tjetër. Ja, kjo, gruaj. Mos ka gjë plisni. Ka përdor një ilaç. Kemi ardhur këtu dhe kanë ardhur herën e kaluar. Këta pjesëtarët e fshatit kemi ardhur për problemin e tokave, sepse na janë bllokuar. Vajtëm 30 e ca vjet, dova japëm sot, dova japëm nesër, nuk dim se ku është shkaku që na pengohen. Se një pjesë i kanë marrë, një pjesë neve si kemi marrë. Tani duam një rrugë zgjidhje. Se jemi bërë të pa, mos kemi besim as tek një dhe te ata që vijnë në fshat. Që na thonë, jo do t'i mirë sot, jo t'i mirë nesër. Të na japin një rrugë zgjidhje të dim se ku jemi. Nuk kam qenë këtu, se isha në spital. Edhe nuk di gjë se ç'është bërë. Jo, nuk plas do, kam përdor një ilaç. Nuk e di se ç'është bërë. Po, Për shumë nuk u bë fushat nga deputete nga njëra nga tjetër, nuk u bë asnjë veprim. Nuk erdhën për takime elektorale njëra tjetër. Pavarësisht se thonë për shumë që do t'i japëm e do t'i ashtu, ama nuk erdhën që të dëgjojnë zërin e popullit, çfarë probleme ka. Asnjë forcë politike, jo të drejtojnë për njërën, asnjë forcë politike nuk ka. Jo. Për mendimin tim nuk ka. Majta studiat për tokë. Nuk kanë ardhur fare. Ne nuk i ndalojmë protestat. Ne do t'i vazhdojmë edhe më të ashpra. Këtu që i bëm 2 protesta janë paqësore dhe janë në mënyrë paqësore. Në qoftë se qeveria e re nuk i jep dritën jeshile, nuk na hap rrugën e zgjidhjes së pronave në fshatin Qazimpali, ne do të jemi shumë më të ashpër. Ne do të bllokojmë rrugën e fshatit që të çon në plazhin e Borshit. Bllokojmë plazhin e Borshit në sezonin e verës të 2025-s. Prandaj t'i kthejnë sytë edhe veshët nga fshati Qazimpali dhe të zgjidhin problemin e madh të pronave. Faleminderit.